Ora, dini gjë, ky Gent Progni, ky krye montaxheri I mikrofonit të mutit, pse I mban ata 20 bodyguard? Më thanë dje që jo kështë edhe në zarfa, sa kishë ardhur që ullur dhe tak zarfat. E para njërë, pse I mban ky ata? Kush ja paguan leket e dyta? Dhe ky ka larguar gjithë nacionalistët aty, ka larguar njerëz si Zaçe Islami, ka larguar atë kolonelin e policisë, nuk ja u jep fjalën këtyre se ka zaptuar. Po ky mendon se me terror edhe me frikë do mbaj në kontroll situatën. E ka gabim. Në qoftë se I prek me njeriu ton të rëndësishëm, qoftë edhe një fje floku me ata bodyguardët, se ne s'bim me bodyguarda, ne bim vetë. Duhet ta ketë parasysh që y në gjak me të gjithë patriotët. Mos guxoj me t'i ndërsej ata qenë të sulmit, po t'i largoj nga tribuna qenë të sulmit. Okej, Progner, ki hujdes, mos bëj gabime të rënda ortografike, se Sorosi me detyrat që t'ka lënë do të marrë mi qafë. O do bëhemi bashk dhe do t'a përmbysim Ramën dhe pasaj rrugët tona do të ndahen, sikush ju me tradhtarët, ne me patriotët.